Një fëmijë dhe një person I rritur janë hospitalizuar në Gostivar pas janë ankuar me dhembje barku, ndërkohë 2 ditët e fundit është regjistruar sërish rritje numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë shëndetësore, si pasojë e ujit të ndotur në Gostivar. Siç ka informuar Ministria e Shëndetësisë më 26 korrik, janë regjistruar 127 persona që për së pari herë kanë kërkuar trajtim në spital nga epidemia. Më 26 korrik janë evidentuar 127 kontrole, që është 2 shifra më shumë se dita paraprake. Prej tyre, 91 kontrole janë bërë në spitalin e përgjithshëm, prej të cilëve 41 në repartin infektiv, 50 në pediatri, kurse 36 kontrole janë realizuar në shtëpinë e shëndetit. E kur shifrat u rritën sërish, LSDM kërkoi përgjegjësi penale nga Ministri I Shëndetësisë Sasho Klekovski, por edhe për drejtorët e Institutit të Shëndetit Publik dhe Qendrës së Shëndetit Publik. Samo včera se registrirani ushte 120... Klekovski e pranoi se institucionet kanë reaguar me vonesë, por këtë nuk e tha sepse donte ta tregoj të vërtetën, por sepse nuk mundej ta fsheh pa aftësinë. Simptomet e para të qytetarët janë paraqitur më 14 korrik, kur në spital vinin nga 200 pacientë në ditë me të njëjtat simptome. Ndërsa vëmëroi u përgjigj duke I thënë se LSDM duhet ta adresojë përgjegjësinë tek personat e duhur dhe të kërkojë dorëheqje dhe përgjegjësi penale nga kryetari I komunës së Gostivarit. Si nuk ju kujtua LSD-s deri tani të kërkojë dorëheqje dhe përgjegjësi penale për ngjarje në Gostivar nga kryetari I komunës Valvon Limani, si personi më përgjegjës për të gjithë situatën. Apo ndoshta standardet e dyfishta përsëri hynë në fuqi kur bëhet fjalë për kuadrot e tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë nga data 14 deri 26 korrik, janë regjistruar gjithsej 4194 kontrolle në Gostivar, që kishin të bëjnë me epideminë. Piku u evidentua më 18 korrik, kur për 24 orë 649 pacient kërkuan ndihmë mjekësore.